mundur sa të po nis me një nga kronika, sa të mundur ose sa larg e shihni përfshirjen drejt për drejt të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë mes Izraelit dhe Iranit? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim, janë të përfshirë disi në këto lloj luftimesh, sepse Izraeli, një nga partnerët kryesorë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka marrë asnjë veprim pa dijenin rreth parë edhe pa dakordsinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë ndjekur hap pas hapi këtë lloj zhvillimi në ditën e 6, mos gabohem, e 5, mos gabohem sot, të luftimeve në midis Izraelit dhe Iranit, dhe natyrisht janë përputhur në qëndrime, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht u fokusuan tek realizimi i një marrëveshje me Iranin për të mos lejuar përpunimin dhe pasurimin e uraniumit dhe për të mos shkuar pastaj deri në prodhimin e një arme bërthamore nga ana e Iranit. Por, si duket, Irani ka pas disa vija të kuqe, me sa kemi mësuar nga këto bisedime, pra vija të kuqe në drejtim të Shtetit Bashkuara të Amerikës në raport me marrëveshjen e propozuar nga Washingtoni. Kështu që Washingtoni, për të realizuar këtë qëllim me interes global, do thosha unë, jo vetëm rajonal, që Irani të mos përfshihet në prodhimin e armëve bërthamore, natyrisht përdori edhe shkopin përveç karotës, dhe shkopi në këtë rast ishte sulmi i Izraelit kundër objektivave bërthamore nga ana e Iranit, kundër mbrojtjes logjistike të Iranit, mbrojtjes së hapësirës së tjera ajrore, por edhe goditjes së depove të municioneve dhe të raketave të Iranit në mënyrë që të mos e bënte Iranin një fuqi kundërvepruese ndaj sulmit ushtarak të Izraelit. Kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur në këtë marsh midis negociatave diplomatike për arritjen e një marrëveshje me Iranin dhe nga ana tjetër edhe të një goditje ushtarake pastaj nëpërmjet Izraelit kundër objektivave të përcaktuara në Iran, si të fushës ushtarake, ashtu dhe të fushës akademike që punonin për pasurimin e uraniumit, por edhe të zinxhirit komandues ushtarak të Iranit. Dakord, por e kuptoj ambasador që përfshirja padyshim, jam totalisht dakord me ju në gjithë analizën tuaj, por kur nuk kuptojmë përfshirje, nuk kuptojmë dërgimin e avionëve për të bombarduar Iranin, pra përfshirje drejt për drejt, jo përmes Izraelit. Deri tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim, nuk janë përfshirë drejt për drejti. Natyrisht ato kanë çuar përforcimet e tyre në rajon, kanë baza të shumta në rajon, kanë një kontingjent prej rreth 50.000 trupash, siç raportohet, ushtarake amerikane të gatshëm për të vepruar në rajon, dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në një farë momenti nuk do të përfshihen, sepse Izraeli në një farë mënyre po i realizon objektivat jo vetëm të politikës së tij përkundrejt Iranit, por edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që deri në kushtet aktuale që po flasim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mendoj se do të përfshihen. Por megjithatë, kjo nuk presupozon që në një të ardhme për 1000 arsye Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të gjejnë një kaos për të përfshirë në veprime ushtarake të drejtë për drejta kundër Iranit. Dhe këtë e tregojnë disa sinjale që ne kemi parë së fundi, veçanërisht largimin para kohë të presidentit Trump nga takimi i G7-s në Kanada, së dyti deklaratat e presidentit Trump që i drejtohet Ali Khameneit, udhëheqësi suprem të Iranit, që është edhe koka drejtuese e të gjithë politikave, veprimtarisë ushtarake etj, duke ditur se Irani ka një shtet teokratik të autoritar, do të thosha unë, dhe nga ana tjetër edhe faktit që Shtetet Bashkuara, domethënë president Trumpi është deklaruar Iranit që Shtetet Bashkuara kontrollojnë hapësirat tuaja ajrore së bashku me Izraelin, natyrisht.
kjo do të thotë që çdo veprim, çdo rezistencë më tejshme nga ana juaj do të jetë e ndëshkueshme në mënyrë fatale. Dhe unë mendoj që Irani do t'i kuptoj këto mesazhe, nuk do të veproj me veprime ushtarake, por nga ana tjetër do të mundohet që t'i kthehet çështjes së bisedimeve për të mos shkuar në një kapitulim të plot, që do të thotë pranim pa kushte të gjitha politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës së bashku me Izraelin, dhe nga ana tjetër të një ndryshimi regjimi në Teheran. Ndërkohë, ambasador, edhe Khamenei kishe bërë një deklaratë pak më parë, ka thënë që Irani nuk do të pranojë asnjë paqe të imponuar, dhe po ashtu ka dërguar mesazhe kërcënimi në thonjza ndaj Amerikës kundër sulmeve. Natyrisht, unë kuptoj pozitën e udhëheqësit suprem atje. Është një udhëheqës i cili është mbi 3 dekada në pushtet aty, dhe natyrisht që ka të gjitha çelësat në dorë, të gjithë llojet e veprimtarimeve në Iran, politike, ushtarake, ekonomike, financiare e kështu me radhë. Por nga ana tjetër i ndodhur përballë këtij presioni të fortë detyrues ushtarak nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, mendoj që ai nuk i ka ditët e gjata në pushtet. Kështu që në këto kushte ai duhet të zgjedhë ndërmjet largimit nga pushteti dhe lënien në mënyrë paqësore të ndryshimeve brenda vendit të tij, natyrisht të diktuara tashmë, ose nga ana tjetër do të rezistojë duke sakrifikuar veten, por duke sakrifikuar dhe popullin e Iranit, madje duke përshkallëzuar disi konfliktin edhe përtej Iranit dhe Izraelit. Dhe të dyja këto mundësi ekzistojnë. Por unë gjykoj që udhëheqësi suprem Ali Khamenei do të largohet si Asadi, në mënyrë që të shpëtoj kokën rreth parë, të shpëtoj vendin e tij Iranin, dhe t'u lër forcave progresive në Iran, të cilat kanë protestuar në mënyrë të vazhdueshme për ndryshime demokratike, për ndryshime të sistemit